përmes zërave të një familje që është vendosur disa herë brenda Malësisë, shpaloset një histori e mbushur me kujtime, tradita dhe lidhje të thella njerëzore. Rrëfimi i familjes së Smail Rustem Kurtit sjell në vëmendje një kohë kur jeta ecte me ritmin e zakoneve dhe kur fqinësia ishte familje. Kthehemi në një kohë kur traditat ruheshin me përkushtim, kur dera ishte e hapur për mikun dhe bashkëtesa ndërtohej mbi respekt, solidaritet dhe mirëbesim mes njerëzve. Nostalgjia për ditët e dikurshme dhe dashuria për vendin e lindjes nuk janë thjesht kujtime, por pasqyrim i një jete kolektive që sot jeton në kujtesë. Ky rrëfim i thjesht, por i fortë, flet për rëndësinë e dashurisë dhe bashkëtesës në komunitet, për rënjet që mbetën të lidhura fort pas vendit dhe njerëzve tanë, për vlerat dhe virtytet e trashëguara, të cilat mbeten të palëkundura pavarësisht ndryshimeve të kohës. Mirë mbrëma, mirë se vini. Faleminderit që na keni bërë vizitë, faleminderit TV Bojini që interesohet për këtë rast, për raste tjera, për gjithçka që ka intervjuar deri sot. Sonë një ardhë më interesua për familjen e Rustem Kurtit, pasarësit e tina, edhe prejardhën e tina, prej ka ardhë, që ju shkur është këtu, që ju shkur jetojnë, ko ka janë, ko ka pas, ashtu që sa të kemë mundësi, sonë dhe do t'ju të regojmë për atë rast. Ka rastet, thonë, ka kini ardhë, kur kini ardhë këtu, ka kini ardhë këtu ndushisë ju. Si për lojnë, si thonë, si për shalë, si u thonë, ka kini ardhë ju, se na kini gjetë këtu. Se gjyshi im ka jetuar ndushisë, baba im ka jetuar ndushisë. Baba ka le dikun me dikun shkruar 1911, dikun me 1915, se në atë kohë nuk janë evidencat, nuk janë evidentohë se kur kanë le, kush ka le, ku ka le, por prafërsisht për disa vjetë nuk kanë pas, si me thënë rëndësi. Por kur trama ka jetuar ndushisë. Deri tash në një vjetë ka ekzistuar le muret e shtëpisë ku ka jetuar që janë ke personalisht shtëpia tina. Ky rasti i tij është pak, jo me thënë delikat, por rasti një mënyrë shembull i bukur për të afërmit, për kojshijit, për shokët e tina që kanë jetuar në atë kohë. Në atë kohë janë ketant, njëjtë pa marrë parasysh si e ka pa emnina, si e ka pa janë kënë si vlazën gjithë. Gjyshem Kurti a kanë gjak me malazes prej zetet, si ka ardhe në gjak nuk e di atë gja. Kjo histori, se pak përfundoj, pja filloj, e kem e lësot, jo gjithkush, po disa nuk ja lam planat pasarësit tanë, fëmijëve, sane, nipave, shokve, ashtu që edhe ky raste, shumë raste, nuk janë tamam të identifikuame, si me thënë, por kur jem kënë rini, nuk na ka interesojë punë, e disa vite, ndoshta janë 20 vite që këtë rast më ka bisedua një bashkëvendasy, një farë në Rëgjokut, në atë kohën kema i moqim i ndushisë, edhe i ka di historinë e ka përcjell. Tash, gjyshi e ka pa nanën prej Gjoni Kshaba, prej Gjonës duke leken. O kënë nana e gjyshi sem. Bile, këta që janë pakën mosh, me siguri u kujtojt edhe thonë braka e duke, si kanë thonë, është këtu të Revija Gjomatushit, të vreshta që janë është vinogradi, që i thonë bajmet e luna, të dervon ka egzistua ju brak, dikuri kanë godit për me ba mirë, për bakti, ajo brak ka egzistua dervon, edhe e ka ma ju i dervon, deri në fund për në vesh, nështë edhe në fillim të vesh në atë kohë. Ashtu që na nuk kem dive që kem thënë braka e dukes, nuk kem di kush ajo duka, se kush... Masa në atër kur jem ba pak me dite, në ka interesuar ajo gjane, ko di se duke lekja ke nana e gjyshi sem. Tash, gjyshi kur ka në gjak,
ka jetuar në Dushisin, ka tunë aty në qendër Dushisi, që i thonë Dushisi I vjetër, ose Dushisi original, që tash janë zhanë Dushis, tash nuk I njohim as banorët e Dushisit kush janë, se kanë ardhur prej çdo vendes. Edhe ky janë kanë gjak, gjyshi, kurti. Marrveshtë janë kanë se Kojshia, si që janë katër disa shtëpi aty, Regji, Haka, Smajli nuk di si u kanë thënë të venë se baba I Fran Regjit, baba I Gjohaks, baba I... Edhe ata e kanë pa ditun, e kanë di se gjyshi im kurti është në gjak. Edhe kur do kanë marrë me I marrë gjakun. Janë ke marrë vesh me siguri me muaja, nështë tash me vjeta nuk di sa, kohë që në qofë që vjen, anë miku si me thonë, ose këta gjathor që janë ke me I marrë gjakun, me dalë dukja, edhe me I bërtit qenit e që I kanë bërë një qenë të matë, me njësoj emnit që me di katuni se është në rrezik. Atë natë, si që më ka biseduar në zgjoku, në këtë dikun duket rrethora 10 ose 11 në mramje. Kanë ardhe I kanë rrethua Dushisin, janë ka thonë shtregat e Kolomoqit, shtreka se I kanë thënë atyre që janë, edhe kjo I ka hetua, edhe ka dali, ka bërtit qenit në atë emen që I ka thënë I bërtit malë, se ata është grua me dalë, me ata pa dalë mashkuj në atë kohë e kanë vra. E grua nuk kanë vra për gjak kur. Edhe I ka bërtit, edhe katuni o qua, si në atë kohë si I kanë lëku ushtrimit, po janë keton shpia tafe njëra tjetrit, kanë fillua mu gjuaj me këta, edhe një prej tyni e kanë vra. Një vra, një plagos. Tash si janë marrë vesh, thonë para dritë e dikosën me gjesë kanë ardhë ta pa rrjete komunikative si që kem tash, por diqysh janë marrë vesh, kanë ardhë I kanë marrë atë vramin, edhe I kanë qua tjerë, se këta I kanë sulmua, I kanë bua derin Dubrava të vlana o kanë kufiri me shqiptare edhe me malazes. Deri atje, edhe kanë ardhë, kanë marrë atë dekun, e kanë qua ta shkatunja, ka atë e gjyshi, sa ka jetua këtu pas aty nuk dis, por si që më kanë bisedua, a ka jetua 1 muaja, 2 muaja, 2 javë pas aty, edhe e ka vendos me lëshua Dushisin, se është rastin. Ndjeshëm kush ka ndjenje se tash ka po bisedoj, pak më duket edhe malë për ato kohat e ateshme. Si janë ke dashnia, si janë ke mirëpritja për njëri tjetrin. Edhe ka vendos gjyshi me lëshua Dushisin me dalë në dinosh. Këta janë munua me I nalua me I promës me dali, kanë thënë kur t'jo se jem me ty në gjdo rastim me ty, si në gzim, si më njëllim, si pritezon rëzice, e keme ne këtu, jo I ka thënë se jem kënë gjak, kanë ardhë me vra, edhe kem vra prap, kem 2 gjase, edhe në atë, si me thënë në atë moment, në atë rast e ka lëshua Dushisin edhe ka dalë në dinosh. Shpia malli ka metat në Dushisin qender, kur ka dalë dinosh se nështë atë disa detalje dhe I harron njeri tash të bisedua, por këta ka në ollë dikun ka, në qofë që ka le baba me 11, një mërë që 11, ta ka në ollë dikun me 13 ose 14. Në qofë që ka le baba me 15, ka vjen njëna që 17 ose 18, me kanë ky rast. E kanë dalë në dinosh, po në atë kohë njerëzit kanë vdek 3 prej lgatet e prej mosshërimit e baba I ka adek gjyshi kurti ka adek, baba ka me 2 vjetë gjys jetim. Ky gjyshi nuk ka pa kushnia, s'ka pa kur kanë vlazën as stafën, një vlla e ka pa thonë në Shqipni në Shkodër. Kur ka adek gjyshi, si që tash baba ka 2 vjetë gjys, në atë kohë a kënë si një kusht, në atë kohë se jo me thonë ligjë, për kusht që kur me të nusja re vejushk, I dek burri ose pritë zotja vrasin burrin, kjo që ka thmi, është da me lën shpi, e nusja me dalë më këtu në gjeni. Edhe këta e kom dje babin ka bisedot e thotëm kujtohet pak se ka prafërsisht diku 2 vjetë e gjys, kur e ka lëshua nana me dalën dinosh, me prej dinoshit me shkua në gjenion, bashkua katunja ka si hatër, si ras vdekje, të që të kujtojnë ka kjajnë fëmijet, gra, trime,
E baba ka me jetim. Baba s'ka pa kur kanë tafër në 4 breza, i ka pa ma tafër mi të ndinosh një faromer mujt e tahir mujt e që i kanë thonë. Po, si që në kanë bisedua, e ka pa një agjën Shkodër, edhe i kanë quan Shkodër të agja. Këta do me thona diku ose i 1914, ose i 1919. Për pas, tash është datlindja pak delikate o probleme. Atje ka jetua një 3 vjet, e ka kënë lgata kolarës, kolera që i kanë thonë, edhe i kanë dek agjës babës, i kanë dek fëmija, ka dek agjaj babës, ka me të grua tive të me moqime. Kanë qua fjalë që kush do në me marë këtë jetim me rritë, se s'ka pa ka. Edhe thonë nuk ka pa kush, s'ka pa mundësi, ka pa halën në Kodër Budanit, ishe rame i thonë, motën e babës, edhe ka pa këta kushit në dinosh. E kanë kalio, thonë, për licen plunga si që kom një është njësoj rrubet që lillet kështu në kalio fëmija, ka 7 vjeç në atë ko. E 7 vjeç ka arë këtej. Dushis që ka egzistua si dushis tokat, se të kanë me prej pararësis tina, anë rritë fëmi jetim, herë në dinoshte këta rëgjakt, herë të hala në Kodër Budanit, deri që i bëj, si me thonë, i zoti vjetë, anë rritë është. Këtu e kem pa shpinën dushis, edhe a kanë do murina kësolat që kanë pa jetua këtu gjyshin bashkë në këtë vend ku e kem shpinë këtu, por në atë kohë, si që thash këtë nosh gjokun që jetë veta, thëmë quda që nuk ka jetua kur ti këtu. Ta në atë kohë ki kanë godis shpia tanë njanit bustjetit ma shumit për këto raste që kanë nëllë vrasje, rëzisje që me kanë afer njanit jetit me inimua njanit jetit në rast nevojës, ose shqyqyr ma mirë në rast gzimeve me kanë ojena. Baba është martua, diku nuk di sa vjeç është martua, nanën e kom për i dinoshet e kom pas, një anë kafër aty ku i shi. Tash minin e ti si ka parastet kësia me këtë djallë një halë, së të molloj me do barotën në arhen me atje kanë gjithë fisheke, kanë bush një faculet me barot, me pasë si lezet barotja. Ta e kanë lezë barotën, me ka eksludua, krejto kanë djekë ftyrë, sa kanë qafës baba e laj tjetri, por baba ma fort. Dhe që janë rrita bash, si me thonë i zoti vetit, është martua, kanë jetuan dinosh, kem palan një pjesë toket, duket janë dhe 14 ditarë. Këtu në dushis prej, këtu të rruga e Tuzit, që i thonë paradere dhe të Roza e Burgut, për një oborë shpijet atje nështë 50 kvadrat prafërsisht sa është. Se këto ka në atë kohë nuk ka pa vlerë këtu, sidomos në fush. Nuk ka pa ujë, nuk ka pa egzistencë për jetë, ku s'ka ujë, s'ka në mujë me egzistua, ubljat njën kënë është 2-3 ublja, por asë për bakti me zirë nuk e shtirë, kanë jetuan dinosh, kanë kryua, si me thëmë, familjen, na deri tashim ka 4 motra e 3 vlazën. 2 fëmijë të vojlë kanë dek në atë kohë, njani 6 muajshë, njani sa ka le. Kanë le 2 motra e 2 vlazën dinosh. Si që bisedo të nana, kem fillu atër se tokën tonë e kanë, si me thënë, ma mirë me thënë e kanë pa kujdes se e kanë shqytzua, bite e mirash gjekut, lek mirashi, mark mirashi, nosh mirashi. Kanë përmardhënit shumë të mira me babën, në atë kohë me gjithë sa i ka jetu atje, por ata nuk e kanë harrua kohën e atër ku më ka jetu gjyshin në dushis, në katun, qendret katunit. Pas aty, kur kanë filluat, thotë e mërshim me qira ato, kanë dinosh me mu pak duhan, po dinosha i ka krejt hapsirat e vogla, kanë ka do kopshtijet vogla, kanë ashtu që nuk kanë pa mundësi me marrë një pjesë më të madhe toke, duhan se s'kanë mund tjetër gjatje duhan. Ele kanë fillua më ullë me pastrua ka pak token kase, si që mbi se do të nana harushe, s'kom pathët se ujë që letë në lepure, gjithë mos kur kanë arë, se më kanë toke lëshuame, si me thëmë.
I kanë pa qetë, baba qetë, din që ka janë qetë, ele u nishim, thote, me qerë me qenë nadje, heret sa del të drita, bashin nana që ka duhet me pregadit atje për fëmi, ele në zete gati, thote, mjes dita dhe që ushin dushis. Kanë pastrua ferre, gjana me pastrua pak malin, punoshim, u nishim me dalë në dinosh, në zete tërën të dalë në dinosh, se qëtë shkojnë ka dalë, nështë ta me 2 orë kanë ba më ullë me siguri, pre atë e ka, ashtu që, pra po thëmë disa detale nështë ta kanë më kutu edhe ma vonë, por prafërsisht e kem vendosë të të më ullën dushis. Shtirë, kur gjanë s'ka pa, kem vetëm se një murisht kësollet, ata kanë regullua pak e me blua me kash si që janë ke kësollat dikur, edhe janë marrëvesh me kushime regjakin dinoshi, doa më ullë. Fështirën pritë e zotë oshin si me pa dek, Rustem Kurti na duk, bile një regjak një për atej, ka thënë, patëm me aqit hatin Rustem Kurtit ma mirë për gjallë, se ka me maru atje, pa egzistencë, uja s'kur gjans, ta sinas, shkretine, i kanë garkuat qerën e qetme, si që tojnë mobile në mjeshtar që i kanë pajnë 2-3 shilde, 2-3 dushek, jargana si janë kënë atë kohë, edhe kanë kaluan dushic. Këtu kanë jetua nuk di sa pa uj, se s'ka pa ubla. Masa në jëtë të nëna, normalisht se katuni këta në kanar, një me godit kësollën e paj metë e unë se kom bleja aty, deri kem jetua deri vonë kësollë. Në kanë një mua të me ba murin, me godit qatin, me pru kalmin prej të liqenit, me blua, edhe kanë fillua me hap ublen, me qilë. Nana e baba vetëm. Këtë rast për bisedojnë 16 metra, thot, ma të parën ditëm, thot baba, a kishe me muj, me ullë, me më tërnua pak me qilë ublen. Po si me ullë edhe nuk di si kanë pështuan atë kohë, se tash janë këta që kërkat janë moderne hekurit, ata janë me do drasa, me do drua, me konopë se s'ka pasajla. Tha thëmë, po provoj, ja fillovë, tha me shuam, tha më thot, mos këshyra s'nalt as poshtë, ka tulli, veç pa i kështu edhe këshyrë në rritë. Kur një mullë poshta, e ka qua me krye, ma duk, tha, gry ka u bëllësa, dhe isa me tha sa han i vogël, në të kohë patër të punohet, adaptua, si me tha mësova edhe atë ditë. Kur e kanë qilë, ublen kanë ardhë ujtë, si me dikush një kredit, tash, për mos me i këthy, ashtë ma duk. E jeta në ka shtirë në atë kohë, por si me thonë falenderit katunit, atë në ka katuni vogël këtu, në shtenë ka nuk di, janë ka 4-5 shtëpia këtu, i kanë pritë shumë mirë, kanë jetu atanë si me kanë tanë një familje, si me thonë. Si pas atyre që kanë tregua baba e nana, si kanë pritë banorët Dushiqit këtu kur kanë ardhë prapë me jetua? Si që ceka dhe ma parë, a kanë një harmoni mes popujve. Janë ke ma tafë shumë se tash, janë ke ma dashtën se tash, kur si që më ka bisedua baba edhe nana, kur kanë ardhë, u ka mungua veni e tafërmit e ty në atje. Se prapë po thëmë, kur nja prej vesit ose fisis të ynë nuk ka rënua këtu në atë kohë. Tokat i kanë pa të tonë, si qëta që kanë pa dinoshë, milesh, kjo pjesë këtu ka dinoshë janëve, milesh janëve, por e ceka edhe ma parë, toka nuk ka pa vlerë në atë kohë. Ma vlerë ka pa një kopsht i vogël, për shumë dinosha në rogathan, në ksheva, në hota, dikun se fusha, i ta në dim se leu i zinja ka i krejt grucë. Gjdo kush ka muj me zonë, 10 lardhej, 10 lardhej, 100 lardhej, kur kush se ka probë, edhe u kanë balut, më ullë në të kohë prej malit në fush, por si me thonë shkretin. Që ishë më të pandit që i kanë ardhë, edhe pa me ardhë, si që ceka që i kanë kujdesu ato këntonë, këta lek mirashit e gjek mirashit e këta, kanë pa mardhane shumë të mirë me ta
në atë kohë, edhe pa me ullë këtu, edhe tash pas e më ullë këtu, jetojnë kemë vazhdua, kemë edhe kumarin me ta, e të jam me franegje të lekës kumar kunorit, ashtu që një e na si vlazën me krejt atë familje. Falemdesh, krejt të një i ceka ata, se ata si me thonë, ata kanë pa mas shumit rast në malë tanë, tokë tanë, me kanë me punua, me pa kujdes, se tanë janë shpia Gjerzefit e shpia Rok Pjetër Zekut e këta do të miqëhet Pjetër Miqëllit që nuk ka dit as natë për shumë në atë kohë që nuk janë shkuat e njani tjeti. Ska pa natë, sidomos në kohë dimnit, mazdarke që s'kanë shkua me nej ose kanë arë këtu. Ashtu që janë kanë shumë harmoni në atë kohë. U kanë një muan në gjdo rast, në gjdo nevoj, janë kanë krejt kojshia në njëm. Si që thash, u kanë mungua ta fërmit e të një prej dinoshët kur janë ullë, po kur kanë arë këtu e kanë gjithë, ashtu e kanë gjithë situatën që u kanë një mua mos me një adlime për atejt që kanë arë këtu. Bile, se tash nuk di është mirë me i ceka, mos me i cek, si besimin nuk është nështë me përmet, por deri vonë që i kom nije, krejt kojshia i kanë pa endë për familje tanë. Si për festa, si për qevë, si për gjdo dit me shkua, si që më ka bisedua, nana ma forë se baba ka punu e ka, gjdo shpi këtat kojshis i kanë pa virun atër si janë ke raftat ose kredenca që ju kanë thonë, janë kanë caktuame edhe fulteret, edhe lukt, edhe krejt vetëm, si me thonë, për familje, ose tjetër kush që ka, se në atë kohë ka pa një vdekja diçka, pe i leks, nuk janë ka veturat për 10 minut, 20 minut, ke mujmë, ata janë njësë nadje, kanë arë këtu, për shumë në hatën në dushis, sukruq, në kodër nuk omen asi ikun, janë këthyë, ose për mjes dit, ose për darkë, ose iso ka puna, atë në dhe kanë shkollë të kojshia, kanë shirë kojshia, në hajdeni me këta në kafe, ose ata kase në atje. Ashtu që nuk u ka mëngua veni kur janë ullë. Edhe prap faleminderit shumë se ku do që të kim jetua, nuk kishim jetua ma buku, nuk kim pa mardhanjet më të mira, nuk kim pa aq harmoni sa kem pa në këtë vend. Okej, jetë e shtirë, ta unë kanë jetua me dikush zakonisht me bujësi në atë kohë se me blektori më falni, se bujësi s'ka pa, se kur s'ka pa ujë, kanë vunë, o shta duhan kanë vunë, e majme të le vetë, ta që janë paramet, e majme të le ma shumë. Unë kom pa rast, si me thonë, me kënë në atë kohë, kur kem vu bostanin, pa mos me i laga s'pak, pa mos me ujta s'pak, e la në baj kem qua me i shit. I thonë, lugu i fjerit, një lugë këtu nuk o larkë për i këty yni, 200-300 metra, është lugin ashtu, nështë e ka pa e lakështinat, janë kënë temperaturet, nuk janë kësi sot, ka zeta, po kara ashi. E pa e metë se thoshin, mollatarën e kanë matë një gjysh killet një mollatare. Pa me ujt as pak, vërë si që ke prej natyret. Baba edhe ndinosh kura kënë, ka gni, ka pak duhan në atë koha, ka e pruame me qarkë. Ka pa i familjen, a kënë kësi që thonë tash biznis i paguashëm, i shtirën, por ka patarduna. E la atje thotë kur ka jetuan dinosh, a kënë i shpel, nuk di si thonë pi dinosh, atje ka paqua qarkun e shti mrene me gri duhan. I ka pa leqet, ka lëvrua me qe, ka punua me qe me lëvrua, a kënë njoftën si qete i Rustem Kurtit, kanë pa thonë dikur, bile se nështë a pe gjasin të përfort, në pej i kanë pa ble, baba LSD dikush tjetër duket prej Mileshit, janë shkuan pej me i ble, e kanë pagua njerin me në kam, me i pru prej të më grahe, jo me kamione, me si që bjen tash. Prej atë ashtu që edhe ka lëvrua për pare, ka griduhan për pare, edhe për atë kohë kem pa jetesën shumë të mirë. Faleminderit atyre që si janë tash, që na kanë paj ashtu, na kanë janë munua për ne. Festa s'ka pa asë një fest që nuk kanë shkua, edhe nuk na kanë ardhë. Janë kanë, na kem lutë Bajramin, gjithmonë e pa e metë se na kanë një mua se nuk janë ka kushte si tash, nuk janë kanë po anda me pregadite me pastrua, kur jem kanë kësollën, se në kësollën ka
ju një trije nuk mundi paramendohet të gjana kur bisedoj fëmijëve tash se si kemi jetuar në Kësoll, gjysa ke për bakti, gjysa ke për ne. Ele është kanë dame me drasa me kështu me mjete, një metër diçka po bisedoj rastin tonë, e aty kanë jetua baktia në tonë në këtë tonë. Bile ky vllau i madh se nuk dija sa kem kohë me i cek gjitha gjanat, ky Xhemi ka marrua vetëm se fillorën TUS, shkollën e mesme ka vazhduar në Herceg-Novi, edhe ka studiuar në Sloveni atje, ka krijuar tese familjen atje edhe ka vdek. Kur visha, thot prej Herceg-Novit në pushime dimnore të shtëpia, gjithmonë i thosha nan shtrumi se kanë pa do drasa e shtroshin poshtë, atë në ato drasa dushekte, jarganet me fjetë, vem mua në mjetë aty afer bere, se vishin thot dimni beret, aty kur në tha drasat ka pa një hapsin, është në 2 cm se kur dan, e vishin beret thot aty, e lëshoshin frymen që e bajnë, e unë uzesha bus asaj draset, që ashtu në ke koha në të kohë. E kur janë kënë bashkimet, dasmat, shqyqyr ka pa përgjime bolë se gjdo nani ka le, ka 7-8 fëmi, e jo si tash 1-2 nuk duhen ma, gjithmonë e pajmet, Hanën Efrën Malit, Marinë e Markmirashit, Marën, sidomos Marën e Gjerzefit, se tash po i ceki me emna, na i njofim, po këta nështë që të shikojnë këtë emision, nuk din se kush janë, por është mirë me i cek ata që i njohin të din se familjeve së tyne kur nuk vaharojnë të miren, mikpritjen, dashunin e qka ka sakrificat që kanë bërë për shpitanë. Me sigurie kanë merituar e familja e me prindit e misen, ti nësjel këta negativisht dop me tas, ata nuk i kinë daqë fort. Ashtu që në gjdo rast, nuk di ashtu me bisedua, kur në ka le një motër, thote nana jem këty e korë grunë. Ele i ka arë koha me linë fëmijun. Shkum me babën me korë grunë, ele ka fillua normalisht limet e i ka thënë plako sa të janë thirë, plako edhe ti, nuk i kanë thënë për emen. Po shkoj dhe e shpi se po kom nevoj diçka me shkua. Mos vonoj ka thënë shumë, një vonosh t'i e lallë vetë punën. Ajo ka ardhë lindja, shka me ba, e ka thirë koshin të Hanën Efrën Malit, hanë, hajde i her shpeti, ka thënë se ele ka linë fëmiju, ato dyja janë kënë ajo doktoreshe kja, të dyja baba të e thirë, po vjen, nëse e laqë edhe vetë punën, po hajde se s'muni vetëm. Atër ka dalja Johana i ka, Rusteme, mos u guti ka thënë, po hajde i her shpi, se tash kemi. Këta ndo raste që me siguri këta moshuarit e din, po këta trit nuk mund, si që tash nuk mund i paremenojnë ato gjana që janë kënë. Atëna kur ka le nëj fëmija, kur ka le pajmet edhe kanë pregadit dikush petulla, dikush ata, dikush me java kanë nej, gratë një tjetra me një mua. Kësolla në lez një i vjetë, rastësisht e ka lez dikush me cigare, nuk di si janë kënë. Krejt katu një bashkua në kanë një mua, kem renovua, kem godit pep. Kësolle kem godit, për kësolla kënë. Janë shumë gjana që kanë nëllë në atë kohë, që janë kënë pozitive, që tash nuk janë ato gjanat, nuk i banë kush ma për kanë. E kanë lënë kushtimin, dikush ka qitë edhe pushë, atë nuk s'ka pa telefoneve të rruga se marrë me zerë fiksa, me nalë. Po dikush ka qitë me pushë, lënë kushtrimi atër. Edhe janë tur njerëzit me nalë, me ky vlau Seli që është në Amerikë, kjo ka me ljubë, sa i ka shkua me, kem pa do ljubë, se në zbejtë kanë shkua gjithmoni, kanë shkua ljubë, ka ma gjelbrime, ka pa me kullot e këto, ka tha si, atë na, ka shkua lajmi lat, ky ko ishja ku me ta tia, ati, si me thënë, quaj ka menua, kure ka ati e pushkën, ka kutoj se ka vra dikush babën. E anë nisë të e stërkat prej zbesit vetëm, e nuk di kush prej leke, ka hasi trimen ta, e të e me e prunu dherë të shpia, Rok Peter Zekut ka. Aj ku ma kanë vra babën, ma kanë vra babën,
dhe që dikush nuk e prej shpjes rrug Peter Zeka, e ka thënë, po qka ke, more, se e lo djallë, qka ke, ma kanë vra babën dikush, ka thënë, ko ti e pushkën. Jo, me i ka thënë, po valles, kësolla, e kanë la kushtrimin, atër tha, mu duk se fitova diçka, jo hupëm sa valles, kësolla, po kur e dita se e ko babën gjallët, na mu duk shumë, atër kësollë në harrova si me thonë, nuk kesa që i prishur për pas menimi që e ka menuaj që ka në ullë. E kështu ka pak surasë është bolë që kanë ullë, kanë... Ato gjanë ato një janë harrua dhe për ditë e ma fort harrohen, kur kush ma asë si përkujton, asë që nuk janë ato kohën atash asë shtira që me kalua. Si e keni kalua kohën për shembull njerëzit me njëri tjetrin, si janë kanë ato tajat në prame, si pan metje? Tajat në prame janë bashkua kanë nej me nej tjetrin, dikush ka bisedua, gratë i kanë pa temat e veta, burrat i kanë pa temat e veta, fëmija i kanë pa lojnat e veta. Male zito ka atër se tash i këshirim këto emisionet e mos të përmes Big Brother e këto që janë. Në atë kohë kanë luaj kapice, kanë luaj gjana, kanë luaj gurajza, kanë luaj... Janë lojna primitive, po lojna që i kanë ushqyë trupin, kanë ushqyë shpirtin e vetë, janë këta në knaqër, me gjithë se kanë punua shumë, kanë hekëzie, kanë mramje, të ka të shlolla i bashkim, ajo, si me thënë, loj që kanë kalua me njëri tjetrin. A më nëshme në folë tash për shembull për familjen tuaj, për ju, sa fëmijeni, sa vëllezën motra ke, çka kanë bën, si kanë bën, si jeni edukuar, si jeni rrit ju? Si që të seke edhe ma parë, çdo shtëpi ka pa fëmijë shumë në atë kohë. Edhe shqyqyr që i kanë pasë të kishin pasi si tash kimet malësia, jo përgjithsu me pas as 15% popullsisë që ka se shumica ka nikë prej kushteve të shtira. Na, si që prindit zakonisht se janë të moqim ata kanë vdek, baba ka vdek me 94-ën, nana ka vdek me 2004-ën, vllai vjetër me 2014-ën. 3-4 shakallet vjetë kanë pa dalim. 4 kanë lejë dinosh, si që të ka dhe me parë, 3 kemë lejë këtu. Jeta në ka e fështirë, për po si shtash baba ele ka alvirua me qe, ele ka gridu, hëna ashtu që na nuk e kem pa jetesën e fështirë, bakti kanë pa gjithmonë ka pak, ashtu që këta që nuk janë gjallë, tanë ja kanë ditë, si me thënë, si qëtomë na për nerë, ele falenderoj se u kanë një mua dikun me qumsh, dikun me hirë, besa se hirë në kena të na, se baktis nuk kanë papaj shumë as në atë kohë këtu, dikush s'ka pa toke, dikush se kanë punua, ka një antari familjes, gati çdo shtëpi ka punua në punë shtetit. Atë me një rol ka muj me pa i familjen në atë kohë, pa probleme dhe kanë punua, ka diçka të shtëpia, dikush baktie, dikush ashtu që i kanë një monja i tjetit fort. Si që të se ka kë vllai i malë, aje ka alë shumë alësin i ri, si që tash sa e ka krye shkollën në fillore, ka shkollën në Hercegnovi, ka marrua shkollën e mesme të artit, a këthy këtu ka bani pa usë se ka ndasht me e punësua nuk ka kanë komunë, po në Tusa ka bashkësia lokale, se i kanë thonë atë kohë se përse ka pa krye artin e ka pa shkrimin e bukur. Edhe në atë kohë këto libra të amëze, këto tanë, është dasht me i dikush që i ka shkrimin e bukur, këm paras të lume i pa këto libra të vjetra, si një është si me kompjuter të ashtë i regulojnë germat, ashtu i dikush që i ka di në atë kohë. Ka prit një vjetë, nuk i kanë afrua diçka që i ka konvenu ati, edhe ka vazhdua studimet në Ljubljana. Ati ka kryo familjen, si shasha i ka vdek. Motat janë martua, këto dytë mlajat. Vllau i dytë, ky me 69 ka ikë për Amerikë. Si shumica, asha fatkesisht, a fatlumësisht, nuk di si me thonë këta që kanë shku atje se, por ka vazhdua shkollën e mesme në Podgoricë, edhe në vit 3 ka ra në provim diplomës.
industrisë ka shkollë, në atë kohë për variot, so ke bravar me punua dërë hekurit, pijgjeri hekurit këto, edhe pak janë prishë, edhe kanë vendosë me dajen me ikë për Amerikë. Bilet në da këtë një kushin, një festim, e maj me të lunë me bicikleta, erë këtu i morë do pantolër që i ka pa dhe me kësimatreja, pa pasaport, se në të kusë kanë pa pasaport, edhe ka ikë për në Itali, kanë të kufinin, ka 6-7 muaj ka e në Itali, me 7 ka më rinë Amerikë, besaj në ka një mua. Tash po kuvensim për familje time, se malësia pa diaspor, pa këta sidomos në Amerikë, i te kënë jetë e sa shumë e vështirë, shumë e dopë. Ajë në ka një mua shumë gjane, pa i met me 74 ose 5, i ka qua atër $1,000. Me siguri janë këtë lera sa ata është 10.000, me siguri. E le kem vu motorin për me ujit, aty ka fillu edhe, si me thash, zhvillimi, tash personalisht po kuves për shpi tanë, se gjithë kuj, e njajta situata këtë në gjdo familje. Kom me tunë këtu i vetëmi vla, janë kënë si djallë shirit, si me thonë, gabimi i këti për Amerike që në ka pa i te për shumë, se ka qua shumë pare për atë jetër, pak kem ba sefe, kem mota tjera u mërtuën, unë kryova familje këtu, tashëm i vetëmi vla, si me thonë këtu. Fali Zoti 4 djemë, tani janë të rritun, unë jam maj vogli tash për i ty në më pa. Tash për tash i kam në regull, 2 të martuëm, 2 të pa martuëm. Kjo në situata e tashme që janë për kohën atjera prapsh, më këthyë rapën, ka prap me bisedu. Harmonia dikushme, a kemore, ju rini që nuk dini, kanë balojna me tjetin, kanë shalat si shtovë, nuk janë ilnua si sot, sot zgudzo dikuj me a thënë i fjallë për shemë as për lojna, se për njëre mërë seriosisht. Kanë nullë rastet, më kom dje, babën tem ka shkua një fest, të do kësajtën kujshi, atë vjetë janë da 2 vlazën, kanë jetuar një shpi, vetëm se kanë murin për gjysë, e janë da, hymjet janë kemë nështë 4-5 metra njëj prej tjetit, edhe kënë mërami e ka shkua, po një vla e ka pjek fërlikun për shënkoll, e këtë tjeti s'ka pa mundësi me e pjek. Po baba në atë rast, pas e kanë pjek fërlikun, e kanë qitë para deret, edhe me hele kanë pështet për murit, më okri pak për me muj me të soptua, për ata mi që i kanë arë. Po këtë e ka lua, ka pa fërlikun pështetën para deret, edhe ka marë pas krajt atë fërlik. Edhe ata kanë as 10 metra dalim prej hymjet në hymje, për a ka bërmi, ka thonë, zoti i shpja, hajde bërmi, ka thonë, kur ka një këj me fërlik të pjekun pas krajt. Besa ata kanë menua për ti metë se i ka pa mësua disa herë, kështu më aqua ka i sisje, ka pa bakti, baba e ka pa ma mundësie. Hosh gjedën Rustem kur ti e dim, ka kem kojshie. Po kjo gruja e këtina që e kanë pek fërlikun i ka tije për bes, se vetëm i mjeti këholl nuk e. O, besa i ka thëmë që ka po di vetë, mos u gëzoni se ajo unë, nuk ka po e ka marë para deret. E atër ata e kanë pa, dhe më thënë, sot me abon dikuja të gjanë, edhe kishin marrë në ka 3 sprit e zotë edhe në të male dikur gjithë që ka marrë për me tolerancë, pa, se ajës nuk e ka ban me qëllim të keqas, po si rastës që ka nullë, tjetër ku e vërç këtina. Atër, e gjajshme me këtë vlau i moqim që ka jetua në Sloveni, ka arë gjdo vjetë me familje në kohë të verës, kur në gushte këto, edhe kem shkua në festat e njëri tjetri, edhe një nati ka për cilë, nana i ka thënë, ti plako, se prapë thaç plako, i kanë thënë burrit, nuk i kanë thënë, ose ti ose plako, hajtë të ky njeri, e gjemi të shkoj të ky vlau tjetër, se janë ma komunikative, a i ka pasje me pip, ka pa, ky ka qef, a i ka pa, si me thënë, misht ma serioze dhe prej rrethin pak ma gjanë se këta. Po këtë një vlau kanë shkua ma shumit, si me thënë, këto gratë e katunit, janë këtë lillun me njëri tjetër, ajo shpia, këtë që janë bashkua shumë, e kanë nej gratë në atë kohë, e kanë lujë letra,
Edhe i ka thonë, ti ka thonë, nuk pinë aty, nuk ka kush me pije, ky xhemi të shkojnë të këta që pinë. Po ky baba ka shku, ka neje, gjithë ku janë femnat është ma gzim, ma harmoni, ma qesharak pak. Në të kohë kanë pi gratë vetëm liker, po në likerin e kanë marë si soj shurup, si me thonë shurup grash, jo alkohol. Edhe baba ka pi, besa si likerit, me ato gra, pije. Kjo qefit, ka marua festa, ka nërë shpi, thot nëna po vinë, baba edhe ky vlau, ky që ka pi alkohol, ky normal, me kuvente, si kaluat mire, po baba ka ardi qeshun e të e bon dyzene, po i ka thonë, plakot, ku je kënë ti, te kush je kënë, te filani. Pa, a kini pilat e jo, besa, zoti, mosa baba e më vorë, se ku pa alkoholin goj. Jo, me i ka thonë, ti për zote, po më duke i ka thonë, pak i përquqin se ode me dyzene, jo, për zote i ka thonë, vetë kem pi liker me ato gra, i ka thonë, kem pi besa i shisha a dy, por kur i ka thonë, po, qka ke pi, bab liker, po, a di se la tonë rakin, jo, vetë shrup, ka thonë, shrup liker. Ashtu janë këtë gjanë dikur që janë kënë interesante, janë kënë, si me thëtë, ka tërhik me shkua të njëri tjetri. Sot edhe me shkua, që njëllë vetë rini, ndalin 2-3 vetë, edhe në kafe, edhe të shpia, kur kush nuk ma bised, veç me këta telefona ndore me. Edhe dikur kem shkua të njëri tjetri, se nuk kem pa kush se si janë këtash. Tash në brami kemë rësëri një ose këta të moshimori nuk o më rënsi kush, por një natë atje, si thartë një natë atje, sot kojshia me njën tjetë nuk nifen, sidomos fëmija, rinia, veç bile s'ka nevoj me thirë në telefon për prej shpijet, apo shihna sonde, po dalim këtë kafe në tusë. Nuk shkon të njën tjeti me thonë, po rrim sonde, ose hajde të vetë, ose ti, por ku po dalim pije sonde. Ashtu që nuk muj me kena as afer njani me njani tjetën, a i shqyqyr tanë janë regullet tanë, s'ka katresa, s'ka për... Koha e kaluome nuk mujë më përsit, a s'ka më përsit kur ma. A kënë shko, a kënë për Zoti ja prit rrezikun këtyne rinive, inshallah vazhdojnë. Këto gjana mira ka herë me i një e këta të rritë se as në filma ma nuk i shohin ato raste që janë, se duket edhe primitive me i këshyrë. I kështu pra është, janë ke kohën atë e dikushme, si që shkurtimisht si i zkerum. Njeri ka me kumet edhe ma shumë si që i kem tije, por bol kjesa për i skerim të vogël. E kanë rrizë vazhdojnë edhe ma të i harmonia, dashnia mes popullit si që janë kënë. Si që të cek edhe dikush s'ka pa dalim as kush, pa i malit as prej fushet, as prej nana e ma martuan gjublet ka ardhë, thot, si tana këto gradë prej këtu që janë. E sot atë i njetë Podgoricë, e i njetë Sukruqit, e i njetë Dushicit, e i njetë ka veshja, ka pamja, ka dishoj që të vazhdoja e dashunia jo, harmonia jo, marrëdhëniet mes popullit si që ka dikur. Këta rinia so me tash di që kanë me ba, kanë me vazhdua, kanë me i paj traditat, as kanë me i paja. Tri janë, pas janë, so dhe nuk po folin gjanë, por qka kanë me i tha babë, s'ku qkoj nuk di, a kom gabua, s'kom gabua. Faleminderit se leherë që kin janë vizit, besoj që pak kanë me u pa dhe gjana, kanë me i përkujtua që kanë, vetë nuk di shumë sa është din edhe tjertë, por mirë, bolan sa për i grimë s'kerimi dikurshëm. Ju uroj suksesën punë, në vazhdim sukseshëm, urim edhe objektin e ri që po dërtohet, nështë edhe kini me zgjerua pak programin me ke ma interesante, ma i bukur. Bukur është edhe tash, por faleminderit se lehere, miru takoshim.